Lila, Allah në falendrojmë, salavatet, selamet, pejgamberit alayhi salatu wa salam, ja dërgojmë. Të dashur vëllezër, jemi në dersën e dytë, edhe në ditën e dytë të muajit Ramazanit. Titulli apo mesazhi i kësaj këshilla është: mundohu me u shëru e jo veç plagën me dhimbjen me qetësu. A keni pa, nëse shkon te mjeku edhe keni plagë e cila kërkon shërim, mjeku çka bën? Të jep një gjilpon për qetësim. Të shkon ja 2 ditë, 3, qetësohesh, ose një ditë, ose një javë, mas një javë të kthehet apet dhimbja. Pse? Se nuk e ke shëru, po vetëm e ke qetësu. Kështu është edhe në Islam, besimtari në Ramazan ka nevojë jo vetëm thjesht me qetësu veten, me i dhon anestezian ose qetësues vetes edhe plagëve të tija. Po çfarë plagë janë për qëllim? Janë për qëllim plagët e shpirtit. Kretë kemi na vese, huje, veset këqija. Edhe në Ramazan na çka po bëjmë? Pinalim ato vese, ose po munohemi minal. Domethënë pi japim qetësues. Mas Ramazanit çka po bëjmë? Po kthehemi në ato të moshmet. Jo. Ky Ramazan le të jetë Ramazani ku na kena më i shëru plagët e mbrëmshme që i kemi, vesat e mbrëmshme. Dikush për shembull ka qef me fol për të tjerët, keq. Dikush tjetër rrin nëpër mexhlise ku flitet keq për të tjerët, ai s'fol. Ama ka qef me ngu tjerë, çka tha filani, çka foli fisteke. Tjetri ka qef për shembull mas shpine me ia hup vlerat njerëzve. Tjetri rran dikush. Dikush për shembull si rri borxhit gati. Etj. Çka me bën na? Na munal në veten tonë, mu ul me vetë, veç me vetën tonë, me thonë, ka dal une, a kam nej vrejtjen vetën tame. Po, valla, e kam 1, 2, 3, mëse ban qefin vetit. Vetit fali si me pas armik. E këpa dikon kurse dan, ja thu kretë, thuj, tak, qashtu thuja vetës tonë. Edhe thuj, si vjetë nashta, s'ka me mujtë kretë mi hek. Po do të mundohem me shnosh vetën për një të keqës që kam. Në matë, një tjetër, nëse Allah në hep ymër, normal. Jo vetëm në Ramazan. Trap munal Ramazan me qetësu, me dhoni qetësus vetës, mas Ramazanit, pa të lëshan qetësusi, se ke shëru plagën, po veç që ke majtë të pitë një kohë. Pra kjo është mesazhi i kësaj dite, t'i shërojmë plagët e shpirtit tonë të brendshme të zemrës, e jo vetëm t'i qetësojmë për një muaj Ramazan, po t'i shërojmë për gjithë mos më na u kthy kurrë më ato smundjet vjetra. Allah na falt, Allah na përmirësoft. Walhamdulillah.